ka një absurditet madh brenda kësaj deklarate, në qoftë se ajo interpretohet siç e kanë nxjerrë shetë këta në opinion, se ekziston një mundësi reale për një sulm të Serbisë ndaj Kosovës. Se unë e këta më shumë është ndesh me realitetin në teren, por edhe në aspektin e aleancave që ka Kosova me vendet të ndryshme. E tash, unë e këta më shumë e kom pas si problem në të aspektit komunikimit strategjik, se sa si aspekt të sigurisë nacionale. Tash, mendoj se në një kohë, kur ti në Kosovë e ke duke u zhvilluar ushtrimin ushtarak më të madh ndërkombëtar, domethënë Defender Europe 25. Kur Kosova është komanda e kapacitetit ushtarake të divizionit amerikan kryesisht, kur ka një numër dikun me mijëra ushtarë të NATO-s, po jep me shifra tash, që janë dislokuar brenda Kosovës dhe në rajon, me pretendue diçka të tillë, mendoj se është absurd edhe është një mesazh jo i mirë që cënon edhe besimin në forcat mbrojtëse të Kosovës, po edhe në aleatët tonë. Kjo është absurde, kjo deklarat, aq është absurde edhe veprimi i Vučićit në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, gjëja për të marrë masa mbrojtëse, sepse në rajon po zhvillohet Defender Europe i forcave të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe NATO-s dhe aleatëve të tjerë në rajon. Prandaj, unë mendoj se kjo më shumë është e karakterit, ndoshta për një llogaritë brendshme politike, se sa që ka të bëjë me realitetin e aspektit sigurisë në rajon. Tani, nuk e kisha dëshiru ministrin të bjerë në këtë nivel. Të këtyre deklarata nuk i ka për herë të parë, ka deklaruar edhe shumë herë tjera se Kosova rrezikon të sulmohet nga Serbia, siç ka deklaruar edhe kryeministri, dhe zakonisht kjo ka ndodhur gjithmonë kur kanë pas një krizë theksuar në stabilitetin e pushtetit. Tani, për shkak të një zhvillime që kemi brenda kuvendit Kosovës, me bllokimin e krijimit të institucioneve, nuk mund të luhet me terma të tillë, sepse po hedh dyshimin dhe po e luhat besueshmërinë e forcat e Kosovës, ka një, mos të harrojmë se në Kosovë ka një forcë që ka mandatin e mbrojtjes, dhe hedh dyshimin po ashtu edhe në aleatët tonë strategjik që po ashtu kanë përgjegjësi. Dhe unë mendoj se nuk është korrekte të krijohet panik të qytetarët në anë të parë, për faktin se kur në Kosovë po vendoset komanda e përhershme e forcave ushtarake të Shtetit Bashkuar të Amerikës për Evropë dhe Afrikë, kur në Kosovë ka një prani përhershme ushtarake të mandatuar nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, që janë forcat e Kosovës. Pastaj, kur në Kosovë kemi një prani të përhershme të forcave amerikane, që është Bonstilli, ose kur në Kosovë kemi një shtim rritje të theksuar të prezencës trupave ushtarake të Mbretërisë Bashkuar, janë garanci e mjaftueshme për një stabilitet dhe qëndrueshmëri të sigurisë në rajon. Kështu që mendoj se deklaratat e leadershipit politik duhet të jenë më të matura, duhet të jenë të analizuar në inteligjencën strategjike, por të harmonizuar edhe në aspektin ndërinstitucional edhe ndërkombëtar. Nuk mund të bën deklarata të tilla që e vënë në pikpyetje besueshmërinë edhe në institucionet dhe kapacitetet mbrojtëse të Kosovës, por edhe të prezencës së aleatëve këtu të SBA-ve të NATO-s e tjerë.